Ushtavala Pirencar, me shukar dizate droma Andi Korça. O tekaj na kava diqenaman but manusha, vaqerava me godjasan, si diqenaman a ka, kaj sinomje qajterni. Apo kaj diklema sar jurnalistka do ekranja te televizionesqe. Butfora palamande shullom, kaj vaqerena, na qela i hirushe amare disaqi, e në konisioj i romani qaj, romalen o gjivdipe në najmasali, miro gjivdipe i simangje, miro suno undilo gjërqek. Ma briste romalen, e sunen nanajlen ranga. Kam prekur ëndrën, se ëndra nuk kanë gjyrë. Komuniteti Rom ndër shekuj e ka ruajtur dhe transmetuar kulturën dhe traditën e tij të pasur, që nga kohët më të vjetra e deri në ditët tona. Kultura shqiptare, siç shprehet Ismail Kadare, ka qenë përherë mirënjohëse ndaj çdo mesazhi miqësor që vinte nga popujt e tjerë. Mirëkuptimit, ajo i është përgjigjur me mirëkuptim, miqësisë me miqësi. Dhe kjo është në traditën më të mirë të mendësisë shqiptare. Mësuesja e parë rome me leqe rënja. Unë jam një mësuese rome, kam dalë në jetë, jam larguar nga dera e familjes time në moshën 11 vjeçe në vitin 1964. Po të dëgjoj dikush rom apo jo rom që një vajzë rome në 1964 ka dalë nga dera e familjes për të vazhduar një shkollë, ndoshta i duket si çudi. Piktori i ri Sead Kazanxhiu ka studiuar në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë. Gjatë këtij viti kam disa projekte që do realizoj. Pra, një nga ta ishte The Speaking Object, objekte që flasin, dhe janë objektet që gjyshet kanë pasi më të rëndësishme, që është kreri i gjyshes, është edhe një gur që unë e kam marrë në Budapest, por që është bërë pjesë e kësaj familje, pra. Udhëtojmë drejt Llakatundit, një fshat i komunës Shushic në rrethin e Vlorës, disa kilometra larg nga qyteti bregdetar. 3, 4. Këtu jeton edhe një komunitet rom me mbi 60 familje. Mes tyre edhe trajneri i ekipit futbollistik të të rinjve të komunës Avni Latifaj. Pashtu dhe të keqja tëna me Avniu, të ai ta fali Zoti për ne. Tu rritëm, u edukuam dhe u shkolluam me mazherancët dhe nga ky vend ku dhe un kam dalë si nxënës i kësaj shkolle, nga i këtij sporti, kemi nxjerrë edhe intelektual të tjerë, mësuesa gjyletësie, sportistë, muzikantë, tjerë, si për shembull kemi Aseli Dulën, profesor muzike. Kemi Elisabetën që është mësuese e letësie. Dita ndërkombëtare e komunitetit rom shpeshherë është festuar në këtë sallë të mbushur dhe s'ka gjë më të bukur kur shef ato sytë e shkëlqyer të fëmijëve rom, atë gjallërinë e tyre të brendshme, temperamentin
pse jo edhe vallet muzikën e tyre kaq individuale, e cila sa vjen edhe kultivohet nga format e shprehjes së saj. Prej vuajtjeve të mia të mëdha, bëj ato këngët e mia të vogla. Do të shkruante një ndër poetët më të mëdhenj gjerman, Heinrich Heine. Ka shumë njerëz sot jetojnë veç për fasadë, ndryshe flasin, ndryshe duken, hiqen, ndryshe ata janë. Ndërsa kantautorit shqiptar, Doktor Florit, motivet e këngëve dhe valleve rome janë shtresuar në ndërgjegjen artistike që nga fëmiria. Ne na ma gjep se si fëmijë, ne na dukesh si për shembull si shembull thuash tani Liza në botën e çuditërave. Ne venim për shembull në atë kohë te bregu i lumit, ata lozin me arinc, më kupton, kishin shpirt krijues, kreativ. Ishin plot ngjyra, plot dritë. Jemi në shtëpinë e Kujtim Shabanit, një ndër mjekët më të mirë të Korçës që tërë jetën e tij, veç përsosjes në profesion, ka luftuar me shembullin e tij kundër paragjykimeve. Kam filluar si mjek fshati, kam punuar në zonën e Devollit, duke mbuluar fshatrat Oqisht, Gracë, Velen, Qipan, Bosh. Kam filluar shërbimin në urgjencën e Spitalit Rajonal Korçë, ku vazhdoj të punoj ende aty, me një pozicion të ri, tashmë këtu e 3 muaj si shef shërbimi në pranim urgjencë. Në këtë betejë për barazi shoqërore dhe integrim të përparimit të shoqërisë demokratike, ata kanë në krah mentor dhe njerëz të njohur të shoqërisë shqiptare. Gjë kryesore që duhet të bënim, do të ishte të luftonim ignorancën, padijen që kemi në raport me kulturën rome, në raport me romët në përgjithësi si komunitet. Ky do të ishte ndoshta elementi më themelor, i cili nuk përfaqëson thjesht një lloj përpjekje kundër diskriminimit, por gjithashtu edhe një lloj përpjekje për të kuptuar dhe për të vlerësuar brenda vetes tonë, brenda shoqërisë shqiptare në përgjithësi, të pasuritë të mëdha që kemi. Fillimet e mia kanë qenë duke dhënë kontribut për fëmijët e komunitetit rom, për të ndihmuar në detyrat e shtëpisë, për fëmijët të cilët ishin analfabet, që nuk ishin pasur mundësi të frekuentonin shkollën, i kam ndihmuar vullnetarisht dhe më pas e pash të arsyeshme që të përfaqësohem dhe të përfshihem në aktivitetet me të rinj të rom. Mbarova informatikën dhe kam bërë një vit e gjysmë juridiku në Verona të Italisë. Pastaj për disa shkaqe, motive familjare jam kthyer në Shqipëri, kur fillova juridiku në Universitetin Evropian dhe e mbarova, edhe aktualisht po studioj për master drejtë ndërkombëtare dhe europiane. Gratë rome kanë një potencial të madh brenda vetes. Ata janë djepi i kulturës rome. Rrisin fëmijët rom dhe në ndër vite edhe pse të pashkolluar kanë bërë që gjuha rome të kultivohet, traditat rome të kultivohen, por do thosha këtë potencial të mundohen ta nxjerrin në pak. Ajo që më ka shtyrë më shumë ka qenë mamaja ime faktikisht, sepse ajo është rritur vetë jetime, është rritur pa nënë, edhe duke qenë se njerë ka e privojt vazhdonte shkollën, dëshira dhe pasioni e saj për të vazhduar shkollën është shtyrë më shumë tek ne fëmijët. Unë kam mbaruar për Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Në të njëjtën kohë për rezultatet shumë të mira që kisha, Universiteti Evropian i Tiranës më ofroi një bursë për marrëdhënie publike. I kam bërë të dyja fakultetet në të njëjtën kohë. Më ka mbetur në mendje diçka që më tha një përfaqësues i komunitetit aty, tha, "Shiko, neve nuk kemi qenë. Kemi dhe ne drejtën dhe ne kemi punuar dhe duam ngrejmë një shtëpi të denjë." Ajo që unë çmojt ata është gëzimi që ata përçojnë. Ka një gëzim ata edhe kur flasin edhe kur hecin. Ata më transmetojnë një energji shumë pozitive romët, sidomos romët. Lori Kcana, simboli i sportit shqiptar, kapiten i ekipit kombëtar të futbollit, shprehet edhe për misionin që ka sporti në përgjithësi për paqe, mirëkuptim e tolerancë mes popujve, kundër racizmit e diskriminimit. Të konsiderojmë më mirë tjetrin, do shohim se nuk jemi të ndryshëm njëri nga tjetrit, më shumë kemi gjërat përbashkëta se sa gjërat që na ndajnë, kështu që për mendimin tim kjo është një gjë që, siç e thash, sporti i heq gjitha kufira dhe në shoqëri duhet të jetë e tillë realiteti. Neve vitin e kaluar, por edhe këtë vit,
realizojmë atë që quhet Java Rome brenda shtëpisë Big Brother me një serë aktivitetesh për të sensibilizuar të gjithë njerëzit që ky komunitet ja vlen që të trajtohet njësoj si të tjerët, ja vlen që të jetojë ashtu si gjithë të tjerët, që të gëzojë si gjithë të tjerët dhe të jetë tërësisht i barabartë. Me haren që krijojnë ata, me atmosferën, është krijuar përshtypja që këta njerëz jetojnë edhe të varfër, por nuk përqindja më e madhe në botë, po flas, mendoj statistikat janë ndryshe. Megjithatë pak rëndësi ka. E rëndësishme është që ata e krijojnë atmosferën edhe me pak, e krijojnë atmosferën me të shpirtin e tyre që i karakterizojnë. Unë jam rritur në një buzë lumit këtu në shkollën Bajram Curi, edhe kështu që mama ime ka qenë arsimtare dhe ne kishim gjithë kohën në familjet tona, gati ishin një familje e madhe, sepse nxënësit e mamas time ishin pjesa më e madhe e Romës. Unë jam munduar të bashkëpunoj me ta, të kem t'i marrë atyre atë çfarë është e rëndësishme për tu futur në një laborator më interesant, më shkencor, do thonja, që e meriton ajo, e meriton për tu trajtuar në këtë. Ne kemi 1000 vjet që kemi ardhur këtu, ku ne kemi një abetare, ku ne kemi 40 shkronja të alfabetit rom. Dhe unë plus kësaj jam dhe instruktori gjuhës rome që jap në shkolla në Infrashi për 25 fëmijë rom. Moto e tyre është ne mundemi, të shohim përtej së sotmes. Për të gjithë komunitetin rom, këto vlera rrezatojnë forcë që të ardhmen ta shohin si realitet e premtim, si qytetar të barabartë të vendit tonë, Shqipërisë, e cila aspiron për në bashkimin evropian.